me qejf të largohen zdeshën. Andaj rënimi u bë me forcë nga eskavatori që punën e nisi me të zbardhur e mërkura nën asistimin e policisë. Kosovati patën edhe mbi 20 objekte tjera, këtu në Mitrovic të Veriut, që shërbenin si galazhe ilegale në pronën e ndërmarrjes Trepqa, e cila edhe urdhëroi largimin e tyre. Veç të uniformuarve poshtë e lartë silleshin edhe pronarët që deri këtë mëngjes shfrytzuan këtë hapësirë, e që her pas here ankoheshin për ato që u ashihnin syt. Neve na është thënë që rënimi do të fillojë në ora 10, por punimet kanë nisur në ora 7. Siç po e shihni, i kanë rënuar të gjitha dhe nuk ka mbetur asgjë. Këto veprime të gigantit metalurgjik e nervozuan udhëhecinë lokale që dolën kundër lirimit të kësaj prone. Vendimin për rënimin e garazheve nuk e ka pranuar komuna dhe për këtë çështje Trepqa nuk ka dërguar asnjë dosje, madje nuk kemi pasur asnjë takim, asnjë konsultim, dhe ajo që është më skandaloze dhe shqetësuese është se policia e Kosovës u ka ofruar asistencë në një aksion të tillë. Edhe një vartëse e tij shtoi se rrëzimi u bë në mënyrë të jashtëligjshme. Ato garazha kanë leje dhe mbi të gjitha nuk i kanë penguar askujt, pasi që janë shfrytzuar nga banorët që kanë banesa aty afër. Për këtë çështje, Trepqa njoftoi se ky veprim u ndërmor pas dhënies së afatit 48 orësh për lirim vullnetar. Burime brenda menaxhmentit i than klanit se komunarët nuk kishin gatishmëri për të diskutuar.